Përshëndetje, unë jam Dion Krasniqi edhe sot do flas për virtual memory dhe procesin e paging. Çka është virtual memory? Edhe pse gjatë dekadave të fundit, kapaciteti i RAM-memorjes që gjendet në kompjuter është rritur në mënyrë drastike edhe kërkesa e proceseve për resurse është rritur me të njëjtën numër. Një prej mënyrat prej cila bëhet zgjerimi apo rritja e RAM-memorjes është përmes virtual memory, ku një pjesë e hard diskut përdoret për zgjerim. Mirë po, kjo nuk do të me thonë që patjetër kjo pjesë është memorje shtesë, zakonisht është një file prej cilës mundsohet adresimi i memorjes në mënyrë indirekte. Si është kjo mënyrë indirekte, do të diskutojmë edhe pak. Mirë po, kjo shprehi ka qenë pjesë e arkitekturës edhe kur memorja ka qenë në numër shumë më të vogël, si edhe proceset kanë qenë më pak kërkuese. Zakonisht, për shkak se proceset, përveç nëse ka pasur vetëm një proces aktiv, nuk është mundur me ushmon konfliktet apo problemet të ndryshme me mbishkrimin e memorjes që proceset e kanë përdorur. Kjo ide e merr edhe drejtësisht emrin virtual memory. Pra, kjo pjesë që ndodhet në hard disk është një file që njihet si page file, ku e mundson që proceset të adresojnë RAM-memorje në mënyrë indirekte, duke me shmangur që një proces me një proces tjetër me pas ndonjë konflikt. Paging si proces e ndon memorjen kryesore në bloqe të një madhësie të caktuar, dhe secili blok është i njohur si page frame apo vetëm si frame. Edhe në të njëjtën mënyrë e bën edhe për programet, do me thonë të njëjtën madhësi të bllokut e ndon kërkesën e memorjes së programit. Edhe kjo e bën të mundur që gjatë një periudhe, një programet me ja e marrë disa bloqe edhe me i vendos në memorje kryesore, ndërsa bloqet që janë jo të nevojshme me i kthy përsëri në atë virtual memory pjesë. Mirë po, për të bërë të mundur që t'i dallojmë adresat virtuale dhe adresat që me të vërtet adresojnë një pjesë në memorjen fizike, atëherë përdoren adresat virtuale apo adresat fizike, edhe rrjedhimisht këto adresa duhet të përshtaten në adresat të memorjes fizike. Kështu duket edhe si view e pages edhe page frames. Pra, page frame është një blok, ndërsa pages janë një grup i bllokeve cilat e referencojnë ose nuk e referencojnë një adresë fizike. Mapping quhet procesi prej cilit adresat virtuale apo logjike i kthejmë në ato fizike, ndërsa fragmentation është kur për çfarëdo arsye një memorje bëhet e papërdorshme, ndërsa page fault është kur një page e kërkuar nuk ndodhet në memorjen kryesore. Do me thonë adresa e cila e referencon nuk ndodhet në memorjen kryesore edhe rrjedhimisht duhet kopjuar nga disku edhe vendosur në memorjen kryesore apo RAM-memorje. Paging dhe page table. Paging si ide fillon me alokimin e bloqeve apo pages për një proces, edhe rrjedhimisht duhet me mbajtur shënim se çka përdor edhe ku ndodhen. Këtu në këtë tabelë regjistrojmë pages virtuale, mirë po edhe pages jo virtuale që i vënë në përdorim procesi. Mirë po si i dallon procesi se cilat janë cila. Kjo bëhet përmes bitit valid, nëse adresa e cila po referencohet nga një page ndodhet në disk apo në RAM-memorje, atëherë biti valid do të jetë 1. Ndërsa nëse nuk është, do me thonë frame-i nuk ekziston në RAM-memorje apo memorjen kryesore, biti valid do të jetë 0. Përveç bitit valid, në page table çdo hyrje regjistron edhe numrin e page, që është vetëm numri rëndor i asoj faqe apo page. Për shkak se adresat virtuale nuk janë në njëjtën mënyrë të krijuara si adresat fizike, do me thonë nëse përdorim një adresë virtuale apo logjike, nuk mund të gjejmë drejt për drejt se cila adresë fizike është duke u përdorur, atëherë na duhet një mënyrë se si mundem me përshtat këtë adresë në adresë fizike. Nëse marrim një proces 10 bytesh, ku supozojmë se secili instruksion është 1 byte, atëherë procesi e sheh sikur biti fillestar apo bajti fillestar e ka adresën 0.00, ndërsa e fundit do të jetë në 009, sepse fillon nga 0 deri te 9. Mirë po, adresa logjike 009 në të vërtetë mund të gjendet në adresën fizike 0039. Këtë fakt nuk e din procesi edhe nuk e din saktësisht çka ka të bëjë me proceset e tjera apo se ku ndodhen memorjet që vëhen në përdorim nga proceset e tjera. Procesit i lejohet vetëm akses në memorjet që i alokohen nga sistemi, që do të thotë se kur përkthehen adresa fizike, na duhet një mënyrë që me e ditë se cila adresë në të vërtetë është duke përdorur. Për të bërë këtë, një adresë virtuale ndahet në 2 fusha, fusha e page edhe e offset. Me anë të fushës e page dhe paging table, mund të marrim një page edhe me marrë numrin cilin e përdor,
me shikune se ka bitin falet 0 apo ne, edhe mu gjeneru një page fault kur është 0. Pra, kjo frame nuk ekziston në memorien kryesore dhe duhet të gjenerohet një frame i ri dhe të kopjohet në memorien kryesore. Pasi të gjenerohet, atëherë duhet gjendet një page frame që ekziston në memorien fizike edhe të i kopjohet aty. Edhe nëse nuk ka ndonjë memorie të lirë, në një blok memorjes të lirë, atëherë një blok duhet të sakrifikohet edhe merr emrin blok viktim. Nëse biti është 1, atëherë numri virtual zëvendësohet me numrin aktual të frame që ndodhet në memorien fizike, edhe për të gjetur saktësisht se ku ndodhet i shtohet offseti, pra ai numri i zhvendosjes. Kjo pjesa e fundit përsëritet edhe në rastin e parë, pasi që kemi gjetur një frame për ta sakrifikuar. Dhe kështu duket në overview çka ndodhet në tabelën e çdo procesi. Duhet kuptuar se edhe pse paging dhe virtual memory e bën më të sigurt qasjen në memorie, ka koste të veta, sikur përkthimet që i përmendëm, që zakonisht ruhet një historik i shkurtër në cache, mirë po përsëri ka koste dhe nuk do të thotë që nuk i ka probleme të veta, mirë po shmang konfliktet edhe problemet mes proceseve kur vjen në përdorimin e memories së kompjuterit. Faleminderit.